A mund të themi që nga ana tjetër Europa dhe bota zbulojnë një shtet dhe një popull i cili sot ka ekspertizë ushtarake të jashtëzakonshme në botë, siç është Ukraina? Pra sepse dëgjoj komente dhe analizat që bëhen për te faktit që meroshin, pa dohën nuk ka shtet, dohën armatimi i Ukrainës është shumë superior se armatimi shumë vendeve të Bashkimit Evropian, antarët NATO-s. Dhe ushtria e Ukrainës është ajo që ka mbetur me fjalë veterana, dohën është me një ekspertizë ushtarake të nivelit shumë të lartë. Unë mendoj që Ukraina... është zbulimi i madh, asnjë nuk e mendon të këtë. Ukraina ka bërë një luftë jashtëzakonshme në të vite. Dhe qëse jam një statistik, atë teritorin e famshëm që ne flasim dhe që flitet në çdo marrëveshje të paqes, 96% të teritorit që Rusia ka pushtuar në Ukrainë ka pushtuar në 2 muajt e parë të luftës. Pra pas 2 muajve të parë të luftës ka pushtuar vetëm 4% të teritorit. Pra në momentin që Ukraina filloi rezistencën në kuptimin mirëfillt të fjalës, ushtria ruse thuajse u ndali në vend. Dhe Evropa nuk ka nevojë të militarizohet në kuptimin mirëfillt të fjalës, por një Poloni e militarizuar dhe një Ukrainë e militarizuar pas luftës mund të shërbenin fare mirë si një digë e fuqishme kundër çdo kërcënimi rus në këtë rast. Kështu që Ukraina ndoshta ky është edhe qëllimi, ndoshta ky ka qenë qëllimi i thellë. Strategjik. Mund të ketë qenë sigurisht në këtë kuptim. Shoh që Goxha nuk është dakord, por Evropa nuk e ka zbuluar akoma Rusin, këtë Ukrainën. Është vërtet që sot dy ushtrit më të fuqishme ushtarakisht në botë, edhe me eksperiencë janë ushtria ruse dhe ushtria ukrainase. Nuk ka ushtri tjetër që ka eksperiencën e tyre luftarake dhe aftësinë e tyre luftarake sot. Por ajo që ka qesharake është se sot Evropa vazhdon pra për të trajnuar forcat ukrainase, i merr ato dhe i trajnon me forcat të vendeve të tjera të NATO-s, cilat nuk kanë asnjë eksperiencë lufte. Ka pasur luftë qesharake. Do notë kurt, Dosha do reflektojnë. Dosha do marrin ekspert Ukrainës. Po për të duhet të merrin ekspert Ukrainas të gjitha nivelet e ushtrive të tyre. Ti të kap dhe pa mendje Goxha. Trumpi e tha është i vendosur që të shkojnë drejt paqes, se nëse nuk do të ketë ndryshim të politikës ose kurs të Putinit, mund të vendos edhe sanksione më të egra, parashikoj dhe sanksionet bankare. Po si mund ta thotë Trumpi pse Putin tallet me mua? Si mund ta thotë, është autoironi shumë e rëndë kjo. Pikërisht sepse disa për këtyre me mashtron. Është një farë presioni që po i bën Putinit për mënyrën se si ata po ecin shumë avash për të ruajtur interesat ruse për të shkuar drejt paqes. Trumpi është njeri konkret, kurse Rusia lëviz me diplomaci, lëviz me histori. Trumpi akoma nuk ka kuptuar kë ka përballë. Ky është problemi i Trumpit, se ka kuptuar akoma kë ka përballë. Trumpi kishte shumë përballë dhe gjithë i sfidoi dhe i mundi. Po jo këtë. Në këtë rast ka niveli. Po nuk ka kuptuar ka përballë. Me këtë që jemi duke lodhur shah. Dhe dihet kush janë kampion të botës në shah. Ka filluar neshja dhe jam i sigurt që nuk e ka mujt. Nuk është ndeshje, kjo është rugby. Ktu jemi shah. Donald Trump ka dhënë një intervistë. Ti ku është, tani bollën e drejtoj unë. Intervista real e presidentit që e Bashkuar të Amerikës. Kishte se ndodhë ndryshme. Është sinteza e asaj që thot Pollumbi. Pra gjithmonë më tepër, Trump po kontrollon fatet e botës.